Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka një diskutim kohët e fundit në mbar kombin shqiptar, rolin e UÇK-s gjatë luftës dhe rezistencës heroike të vitit 1999, por edhe më përpara. Ka një debat të fundit që kush ishin luftëtarët e UÇK-s, a kemi një listë të plotë të atyre që luftuan me armë në dorë, por edhe atyre që mbështeten. Shkak për këtë u bë dhe një debat për një personazh tashmë i njohur publik, Dritan Kocaj, për të cilin ka debate nga më të ndryshmet. Ajo më kryesorja është që ai dhe babai i tij ka qenë pjesë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por rrethanat më pas dhe pjesëmarrja e tij në protestën mbarkombëtare bëri të kishte një lloj përplasje midis përfaqësuesve të majorancës të qeverisë dhe zotit Kocaj. Por ajo më e rëndësishme afare është cila është e ardhmja dhe fundi i procesit të ish luftëtarëve drejtuesve të UÇK-s në Hag. Për gjitha këto do të diskutojmë një personazh që unë kam shumë për zemër, ka qenë dhe herë të tjera në emisionet e mia dhe një njeri kompetent me detyrën, e theksoj këtë, kryetar i organizatës veteranëve të luftës të UÇK-s në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Astrid Huskaj. Astrid, falenderoj shumë për prezencën dhe për faktin që ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës direkt edhe në studion e emisionit Dekalog të në dritaret e vend. Falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën. Tani, përveç të tjera, se po më shikojnë kështu dhe thonë çaj ka landi këta. Sot më ke krijuar një kënaqësi të veçantë. Më ke dhënë këtë medaljon të familjes Jashari, që shumë pak veta e kanë fatin që ta kenë këtë, dhe unë e çmoj këtë si një dhuratë të jashtëzakonshme, të veçantë, mos e them dhurata më e mirë që mund të më bërë në jetën time. Pra, familja Jashari, familja që ka derdhur gjakun lum për kombin shqiptar, më ka dërguar nëpërmjet Astridit këtë medaljon të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mund të thuash dy fjalë, çfarë është ky medaljon? Okej, ai medaljon është që familja Jashari ja e personalitetet të veçanta dhe një ndër ta ka dhuruar edhe ty një. E falenderoj shumë, dorën në zemër për familjen Jashari dhe jam i bindur që çdo shqiptar e vë dorën në zemër për ta, për gjithë ata për atë që kanë kontribuar, por edhe për këtë dhuratë kaq të çmuar. Ju falenderoj shumë. Zoti Huskaj, vim te diskutimi që sa herë që diskutohet për UÇK-n, shoqëria shqiptare dizet zjarr, fillon aty gati vetëm armën të rrëmbejnë aty. S'ka më armë, po ama në rrjetet sociale, nëse do kishim gazetat, dikush do thotë gazetat morën flak, do shkruanin. Pse sa herë përmendet përbërja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka një sensibilitet? Pse? E vërtet kjo që thu në kohë të ndryshme po hapen debate tash për lidhur me UÇK-n, sepse UÇK-ja ndroi epokë. Edhe pasi që është edhe aktuale, çështja e UÇK-s natyrisht që ngjall interesim për debat publik. Ne do ta ndërthurim bisedën edhe me disa fotografi, por përpara se të fillojmë me fotografitë, ti besoj e ke ndjekur debatin për Dritan Kocajin dhe babain e tij, por kryesisht për atë. Ju mendoni që ky debat erdhi për shkak se ai mori pjesë në protestë? Shkaku nuk e di saktësisht, mirë, po debati ka qenë, ndoshta i ka t'i kaluar dhe çdo etik, sepse Dritani ka qenë UÇK, Dritani nuk ka qenë në fronten Kosovë, do të thotë... Si, do më thonë ai ka qenë antar... I UÇK-s, ka qenë në Elshan. Ku është Elshani? Elshani ka qenë qendër stërvitore periferit Kukësit. Do të thonë brenda territorit të shtetit shqiptar. Brenda territorit shqiptar, ku aty oficerët shqiptar kanë trajnuar pjesëtar të UÇK-s, sidomos ata që kanë ardhur nga perëndimi, nga Amerika, nga Evropa, edhe një ndër ta aty ka qenë edhe Dritani. Me çfarë pozicioni ka qenë? Në bazë të informacionit që kam unë prej shefit të operacionit Shigjeta, Bislim Zirapit, general Bislim Zirapit, e kam diskutuar, ndoshta s'ka 4-5 ditë që kam diskutuar pikërisht për këtë çështje. Ai thotë që ka qenë për rekrutimin e oficerëve shqiptar që ti gjenë oficerët shqiptar dhe ti bjen në UÇK. Mirë, do të ka qenë si ndërlidhës. Po mirë, pozicion goxha i rëndësishëm. Absolut, natyrisht. Edhe Dritani ka qenë aty. Po jo në ato suaza që Dritani, kam edhe anën e tjetër të medaljes për Dritanin,
Jo në ato suazat që thot Dritani isha në Kosovë, bem ket e Berat, bem ket u sheke, në Kosovë s'ka qenë fare, në një. Nuk ka qenë fare? Ja ta sqarojmë, gjatë luftës s'ka qenë fare. Do me thënë, je duke thënë që ai ka qenë pjesëtar i UÇK-s në stërvitje brenda teritorit të shtetit shqiptar, por në Kosovë gjatë asaj kohe nuk ka qenë. Absolut. Nuk ka qenë asnjë? Absolut. Ai ka thënë që unë kam qenë, ka luftuar. Këtu esenca e krejt këtij debati që dalin dhe kundërshtohen. Unë pikërisht e kam diskutuar edhe këtë çështje me Xhavit Halitin në Zekën, që do thot opinioni i gjerë njeh Xhavit Halitin apo Zeka, edhe ma ka shëruar dhe ai. Do thot, Driton Goxhaj s'ka qenë aktiv në luftën brenda territorit shqiptar, ka qenë aktiv në veritë Shqipërisë, në qendrat stërvitore ku ka ekzistuar në Elshan. Atë qendër kam vizituar edhe vetë disa herë. Do thot, në kohën kur kam qenë në ekipin amerikan për. Do të thënë, zoti Huskaj, do të thënë ju e keni të konfirmuar, të vërtetuar? E kam të konfirmuar prej njerëzve kompetent, do thot, edhe prej shefit të operacionit Shigjeta, General Bislim Zyrapit, edhe nga Xhavit Haliti, po edhe nga kryetari i Velet UÇK-s, që edhe deklarata e tij qëndron 100%. Zoti Hysni Gucati, që thot Dritan Goxhaj s'ka qenë brenda territorit shqiptar, do thot. Po mendoj, brenda territorit Kosovës gjatë luftës, por ka qenë në veritë Shqipërisë. Edhe po babai i tij, Dilaveri? Dilaveri Goxhaj? Dilaveri është një dimizion tjetër. Dilaveri ka qenë i kyçur direkt në luftë. Me Dilaverin jam takuar dhe para se me hyrë në luftë, do të thot. Po. Edhe Dilaveri ka qenë pranë shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Po. Ka kryer detyra shumë të rëndësishme. Po. Edhe natyrisht, edhe për Dilaverin edhe për Dritanin ruaj respekt veçantë, mirë, po për Dilaveri është tjetër kalibër. Tani pse Dritani thotë që kam qenë në luftë? Pse? Çfarë? Nuk e di çka e shtyn ata të thotë kam qenë në luftë. Ai mund të konsiderohet luftë edhe pjesëmarrja në Po patjetër. Ai ka qenë aty për qëllimet luftës, do të thotë edhe mund të quhet edhe që ka qenë luftë. Tani, është një dokument që është qarkulluar dhe është publikuar që ai ka marrë para. Tani, ju jeni njeriu që mund ta shpjegoni këtë. Si është kjo e vërtetë? Okej. Unë nuk konsideroj që ai ka marrë pagë në kuptimin e të qenë mercenar. Po, jo, larg. Ai nuk ishte mercenar. Jo, absolut. Po. Po oficerët caktuar që i kanë viftu UÇK-s apo individ me profesione të caktuara që i kanë viftu UÇK-s, edhe janë ardhur në kyç në UÇK, natyrisht që familja e tij është dash hajbuk. Po shpreh në masë popullore që nëse Dritani ka ardhur dhe Dilaveri ka qenë luftë, kush t'ia mban familjen, kush t'ia mban nanin, kush t'ia mban motrën, unë nuk konsideroj që ka qenë pagë. Ka qenë një ndihmë për mbajtjen e familjes. Kush jep ato lek? Kuptohet, jep kjo shtabi i përgjithshëm. Shtabi i përgjithshëm. Po mendoj njësia e logjistikës që ka qenë këtej në Shqipëri. Merrin edhe të tjerë si kjo? Sigurisht që kanë marrë të tjerë, aty ka dalë në listë e keni pa edhe emra të ndryshëm, që nuk kanë qenë paga, kanë qenë ndihma për familjen. Sikurse ka ardhur një nga për UÇK dikush nga Zvicra, e kalon familjen. Kush do t'ia marrë familjen atë? Tani kjo nuk ishte për këtë do. Ja, nuk ishte. Fjala vjen ju për shembull. Jo, unë s'ka marrë asnjëherë, absolut. Jo, ti nuk e marr se s'kishe nevojë apo? Jo që s'kisha nevojë, se çdo njeri ka nevojë, po ndoshta si kisha nevojat që i kishin familjet e tyre. Ishin më probleme. Me probleme. E kuptoj. Shumë interesante kjo dhe me shumë vlerë. Do ta shoqëroj me foto, vetëm ju lutem regjia ti kalojmë sa më shpejt. Po, këtu çfarë është kjo? Okej, kjo është një foto që publikohet për herë të parë, është ekskluzive, edhe askush që sa vite që po bën. Çfarë është kjo foto? Kjo është, unë do t'ja përmend vetëm emrin, jo mbi emrin. Ky është Dave. Ai amerikani? Po, është shefi i CIA-s për krejt Ballkan, ka qenë atë kohë. Shefi i CIA-s? Po. Edhe jemi në para objektit shikut në Kuks. Po. Gjatë një aksionit bombardimeve, kur i kemi jep koordinatat që aeroplanet... Po personi tjetër kush është? Astriti, jam unë. Ti aty? Unë jam aty. Ale qa thua, bur? Do thotë, është fotografi që ndoshta thënë çdo protokoll shtetit amerikan që njëjtë CIA-s del me flamur shqiptar, edhe unë kam flamur amerikan. Dhe ti me flamur amerikan? Amerikan, po. Ua, sa bukur, po ti e ke... To është një rast kur Bislim Zurapi edhe Zeka, Xhavit Haliti kërkojnë që të bombardohet një pjesë e pashtrikut lart ka Kërshi i Vlanës, sepse ishte shumë rrezik, edhe ai aksion o dash me për 2 orë, 3 orë. Na jemi konë në bord të shikut,
një fotografi tjetër sigurisht do tjetë edhe kolonel Ram Kuca, shefi Shikut, edhe do të këta e kanë shu koordinatën direkt në Washington, jo në Bruxelles, edhe gjatë aksionit aeroplaneve o bombardu Kërshivlanës është qujt. Me qëfar u bombardua? Nga aeroplanet Amerikanë, naturisht. Jo, sigurisht, për qa aeroplan? Saksisht nuk e di. Nuk e di, ja? Saksisht. Foto tjetër, që nga jazë, ti e ke kornis besoj këtë në shpi. Po, kam. Këtu? Këtu jemi në një takim me ekipin e KFOR-it, që do të janë aty KFOR-ja Amerikanë, që ata shev, po, që unë jam aty në mes. Unë këtu e mbaj takimin, ai me syze. Me syze? Po, këtu është syze tani ti? Unë i kam opëru syze, kam majtë për mi 15 vite syzet. Ti bëj dhe për kësyrsin aty? Jo, unë isha koordinatori shtabit përgjithshme me ekipin e tyre, dhe janë pjesëtar ndryshëm të KFOR-it, që jemi ullë pas lufte për me bisedu për çështjen e transformimit apo demilitarizimit. Tani, kam një pyetje, a kemi në një database të sakt, sa është numri i luftëtarëve të UÇK-s? Oke, kjo është një pyetje që duhet të sqaru pak ma zgjanimisht. Unë me urdhër Tagim Çeku, ish shefit shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, pas hyrjes të KFOR-it, po më ndajt NATO-s Kosovë, unë jam emëruar koordinatori shtabit përgjithshëm me IOM, do të thotë që ka qenë organizat për risocializimin e transformimin e jetën civile të ushtarëve krejt. Çdo numër që mund të jepet, mund të ketë shpjegime të ndryshme. Sepse ligji, veteran, ti thu sa ushtar apo sa luftetar? Atëre po themi sa antar? Antar ka mund me qenë 50.000, 60.000, po luftetar veteran, edhe zoti kësaj dite nuk janë mbi 20.000. Këtë duhet të sqarojnë opinionin. Po sa është numri sakt? Ma thuaj me shifër? Po nuk mund thuhet me shifër pa i ndo kategoritë. Se ju keni edhe në kategori? Se me ligj... Mirë, të gjitha kategoritë, sa bëjnë? Veteran mund tjetë edhe Roland Qafoku, që e kanë ndihmu mediatikisht mënyrën më absolute UÇK. Jo, për mua do ishte derë, por nuk mund të futë. Por Roland Qafoku nuk do tjetë veteran luftetar, është veteran luftetar, veteran antar dhe veteran pjesëtar. Mirë, veteran luftetar, sa ishe? S'ka mi 20.000. Duke thënë 20.000? Jam kështu super i sigurt, se unë kam punu në shtabin përgjithshëm në departamentin e personelit. Do dhe 20.000 luftetar? Pa, luftetar. Veteran luftetar. Veteran luftetar. Po. Kategoria 2? Kategoria 2 mund t'jenë 13.000, 14.000. Qa janë ta? Veteran pjesëtar. Pjesëtar. Që do të thotë? Rolandi ka luftu në 88-ën, po për shkaqe të ndryshme, pasi ka qenë në ushtri vullnetare, e ke lëshu ushtrinë dhe e shku të familja jote, apo e këtu përëndim, e nga këta që kanë qenë dhe janë këthyrë. Do të thotë, ata quhen veteran pjesëtar. Do të thotë, nuk e kanë përfunduar luftën. Po. Dhe kategoria 3? Është veteran antar. Sa? Sa mund tjetë aty 15.000, ndoshta 12.000, varet sa... Qarë bëri këta? Këta veteran antar është njerëz që kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për luftën, jo çdo një individ me para, me logjistikë. Po ja, kanë qenë atë kategorizuar, se tash me para kanë ndihmu komplet popullsia jashtë, po më ndaj Mërgata. Por Rolandi ka qenë kryetari i fondit Linja 3. Rolandi o marrë me blerjen e mjetëve për luftën. Rolandi ka transportu mjetëve. Do me thënë, zoti Uskaj, e gjitha, do dhe shumatori e gjitha është 50.000. 50.000, aty do tjetë, po. E kjo, edhe një sqarim. Kjo duhet opinioni ta kupton. Mos thojnë kur, janë duke u paguar 60.000 veteran, 60.000. No, asot e kësaj dite nuk marrin paga apo atë pensionin stimulus. Sa merr një veteran sot? 205 euro më duket, më runë e smarë, e ke parasysh, po... Të treja kategorit njësoj? Jo, vetëm veterani luftetar. Vetëm ata marë, 20 misha? 20 misha, as veterani pjesëtar, as veterani antar. Dhe 20 misha merë 205 euro. 205 euro, shumë pak. Shumë pak, o pension stimulus që apë diun që janë ato, beneficione ose janë ato. Vetëm ata që jetojnë në Kosovë? Po, vetëm veteran që janë në Kosovë dhe që janë veteran luftetar. Se në certifikatin e veteranit, është e kategorizume. Do të kur Komisioni Shtetëror, pranë Kryeministrisë, që i ka bo verifikimin e veteranëve, ka shkru veteran luftetar, veteran antar dhe veteran pjesëtar. Tani, dashakëqit apo gojkëqit, nuk thonë janë 20.000 veteran, po janë 60.000 veteran, natyrisht janë veteran 60.000. Po janë 3 kategori. E kuptoj, shumë i qartë. Foto tjetër, ecim. Kemi shumë foto për të kohë. Këtu? Këtu, ja, Ram Kuca, kolonel Ram Kuca. Po?
Unë jam në mes, që 2 gjipat amerikanë do të thotë janë me CD-25, Tu jeni të shiku i Kuksit? I Kuksit janë me tabela diplomatike, Po? Edhe ai ka qenë një zavend si një personi ekipit amerikanë. Foto tjetër? Po këtu? Okej, këtu jemi në New Jersey. Këtu jemi në nëntor të 98-s. Në nëntor të 98-s. Unë jam këtu nga lufta, kam shku për festat e flamurit në Amerikë përsëri, për mu majt takime me komunitet. Dhe u ktheve përsëri? Po, jam këtu i përsëri, mrapa. Ai këtu në fillim është Veton Binakaj, në zyrën e Veton Binakaj, unë jam krahun e tij. Ky ulur është ai agroni, ky Vetoni. Lum Haxhiu ndoshta ja keni dëgjuar emrin gjithëve. Ai është Xhabir Zharko, komandant Çorri. Edhe ky është Sadri Binakaj, vllau i këtyre 2 Vetonit dhe Agron Binakaj. Këtu kemi qenë në New Jersey, të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tu bo diskutime për çështjen e armatimit, se si të vjetë armatimi në Shqipëri dhe përse në Kosovë. Po, kemi diskutuar ndoshta në opinion Po, e kemi. Për ato sniper ka 12.5, Barrel, Grizzly, ato. Se ju keni dërguar ato sniperet? Me ato Chicago 00? Po, absolut. Ju keni dërguar ato? No, vetëm unë, po grupi... Po grupi juaj. Se 2 nga ato ju sekuestruar në Rinas. Jo, kemi e vetë. Jo, këthym prapë? Jo, kemi dhuru, sinqerisht. Tani pritani se unë kam bërë raport lajmë. Okej, ata i kanë sekuestru. Dogana shqiptare, bëri një skandal në atë kohë, për tur ta ketë, kanë ngelu një orë më. Janë arrestuar 2 persona. Enver Isufi dhe Kolgojçi. Nuk i mbajmë në emra. Enver Isufi dhe turpi më i madh, Dogana shqiptare sekuestroi dhe arrestoi për 2 snajpera të ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Rinas, që janë me avion. Mirë, po gjatë diskutimeve që kanë thonë ai marrë mos i marrim, kanë thonë okej, ju mund t'i merrni. Jo kemi lënë policisë. Dhe ato nuk shkuan në çik? Jo, absolutisht. Me vërtetë e ke, po ky skandal. Po pse skandal? 2 snajperë ja kemi dhuru policisë shqiptare sen së boja. Ora, ne kishim nevojë të luftonim Kosovës, ne policia shqiptare. Lutem. Foto tjetër, jo, është turpi më i madh i doganave shqiptare. Tani ky është një dokument që mund të shkruaj. Ky është një dokument i Fondit Velindja 3, kur unë Astrid Huskaj ka marrë $60.000 nga Fondi i New Yorkit, pikërisht nga vëllezërit Binakaj dhe Xhabiri. Ata që i kishin foto. Edhe marrëm Dovolani. Edhe me mision caktumi kam shku në Detroit, kam bërë dorëzimin e këtyre $60.000. $50.000 ka me Pjetër Nikolaj, që o marrë me blerjen e snajperkav. Edhe 10.000 ka me Luigi Gjokaj, që ka qenë kryetari i Fondit Velindja 3 për Detroit. Edhe shkruan aty shumë bukur. Për blerjen e disa veglave, se s'kan mujt me shënu për blerjen e armatimit, që ku është lartë? Po, vegla, për disa vegla. Për disa vegla. Po e thot atje për FVSH Detroit. Për Fondin Velindja 3 në Detroit. Kuptoj. Edhe këto $60.000, janë një pjesë shumë e vogël, se na kam shku dhe disa herë tjera, janë kur janë ble ato 126 apo 130 snajperkat në Michigan, Detroit. Tani, shërimet tjera, këto mjete u dorëzuan në praninë e Luigi Gjokaj. Luigi Gjokaj, e kuptova. Okej, foto tjetër? Po këtu? Këtu jem në selinë qendrore të OVL-s në Prishtinë, me kryetarin Gucati, me kryetarin e organizatës veteranëve për Klin Nasser Balaj, Zadhensi OVL-u që kesë për Amerikë, zoti Florence Seferi, edhe unë jam këtu një vizit. Foto tjetër? Po këtu? Okej, këtu jemi në një proteste në New York. Po, në New York, kur kam shku në nëntor, do të thotë, ke majt një protest... Nëntor të cilit vit? Jo, më falë. Kjo protest është në Mars 98-s. Mars 98-s? Mars 98-s. Në Manhattan. Kjo protest është në Manhattan. Unë jam aty. Po lejojt që juve të jesin me uniformë ushtarake? Po, Amerika ishte me neve. Po, Amerika të lejon me pruarën. Faktikisht, shteti shqiptar i bënte ato. Misioni shqiptar, në pranë në Këbes, ka qenë Agim Nesho. Agim Nesho, po. Unë e kam kontaktu me Agim Nesho në 10 herë kom pas takime. Cili ishte roli ti? Roli ti ishte informimi i strukturave amerikane, që a i ka pas ato kontakte, natyrisht, edhe sqarimi tyre se ndaj atyre strukturave që UÇK-ja. E vlerëson ambasadorin? Unë e kam shumë respekt për Agim Neshon. Kam edhe fotografi private me familjen e Agim Neshos. Agim Nesho ka qenë, do të thotë, mos të thomë do shta në gjdo, po 99% takime fëtu shëkes edhe në opinion publik ka qenë Agim Neshon me ne. Bravo, më vjen mirë për ambasadorin.
ka bo të pamundshmen, ka bo tek strukturat amerikane, ka bo në United Nation, ka botuar dhe i libër, e ke lexuar? E kam lexuar libër. Foto tjetër. Po këtu me ke? Jam me Petrit Zanaj, një ish oficer i ushtrisë shqiptare, një Skënderbegaz, jemi në Philadelphia, kur ka ardhur presidenti Bajram Begaj. Foto tjetër, shumë interesante. Kjo dega e Avele Ushikes në Sheba, vetëm dizajni i degës. Foto tjetër? Këtu jam William Walker. William Walker, ambasadori, personaliteti i jashtëzakonshëm. Fal këtij u bë publike ajo masakra e Raçakut. Këtu kam qenë në Philadelphia përsëri, edhe të më dhuru librin me dedikim personal zoti Walker. Shumë e bukur. Këtu je në zyrën e tij? Në zyrën e tij? Jo, në zyrën e bive të Shqipës. Po më lidh diçka tjetër me Walker. Gjatë qëndrimit në Borg, Nasim Haradinaj dhe të Hysni Gucatit, unë avokatin e Nasimit kur ka ardhur në Amerikë, kam dërgu mu taku personalisht me Walkerin, se ka shkruar një letër për gjykatën e Hagës, kështu që kam njohje personale me Walkerin. Shumë interesante. Foto tjetër? Okej, këtu jemi në qeshor të 98-s. Ani ku jeti këtu? Ja, ajullën ground ten po me... Këtu? Po s'u ku i ke? Po i kam bajtën, po thëmë, gjatë luftës... Kur shkove në luftë nuk i kisha, ja. Do të thotë 99 i kam marrë. Unë jam aty Astriti, aja aty mbi mu është Agim Mazrekaj. Aja ka qenë me mu kur o vra, dhe të kam qenë... është vrarë, ha? Po, kam qenë me te, shumë afer me të. Ajo është Avdyl Mushkole, komandanti i gardës Dugagjinit. Kjo është Kajtaz Krasniqi i Malisheves, edhe ai një bashkëluftëtar Ali Haska, edhe ai ka vdek pas lufte, mirë po, këtu jemi në frontin e Vokshit në vitin në qeshor 98-s. Foto tjetër? Gzimi! Këtu jemi me Gzim Shëntollin. Gzim Shëntollin. Përshëndesim Gzim Shëntollin, një mik i vjetër jemi, një njeri jashtëzakonshëm. Kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me shoqatën Skënderbeu në Amerikë. Edhe këtu edhe Gzimi është dekoru me një mirënjohje prej operacionit Shigjeta, edhe ja kanë dërguar në Amerikë. Atje jemi në një manifestim kulturor. Gzimi është një njeri jashtëzakonshëm, një zemër gjerë, një njeri shumë i maturuar, dhe pse ishte disa vjet më madh, më gjante akoma shumë i madh, pikërisht prej maturisë të tij. Je dakord me mua? Është i veçantë, po them sinqerisht, është një punëtor i jashtëzakonshëm. Bashkë me Margaritën, bashkëshortën, i përshëndesim dy se unë i kam të dy nga edhe fëmijët, nuk i njoh fëmijët se ai ka ikur në Amerikë dhe nuk i njoh fare, po atë dhe bashkëshortën i kam studiuar për mjeksi, kanë diplomuar, janë punojnë për telemedicinë, i ka shumë përformuar. Më vjen shumë mirë për këtë arritje të Gzimit dhe përshëndes bashkë me Margaritën, bashkëshortën e tij. Po, foto tjetër? Këtu është pikërisht edhe që ajo ditë e protestës, në mars 98-s, pas masakrit, me 13 mars mos gaboj. Këtu jemi me një përfaqësues, po unë jam aty. Tu e lexu një deklarat prej UÇK-s. Këtu është një senator amerikan, tash më ka kalu me emri i tij, po këtu jemi në bin para OKB-s të majtë fjalim. Në New York. Po, foto tjetër? Ja, këtu jam përsëri unë në atë protest. Kjo është Gjabir Zharku, komandant Qorri, që kemi qenë atë protest për bashkët në New York. Po këta fëmijë shumë e lezetshme këtu. Komuniteti i ka vesh për... Ato ishim plumba, kështu fishek... Naturisht, jo, foto tjetër? Fake. Po këtu? Këtu jemi në Cahan, një qendër stërvitore për mi Krum, fshati i parë për mi Krum, para se mund në gjitë për Pashtrik, në frontin e Pashtrikut. Këtu jemi dy bashkëluftëtarë, është Dervishu Khaxhaj, edhe Kujtim Gojçaj më zgaboj. Jemi tu bogati për munisë për front lartë. Foto tjetër? Këtu? Këtu jemi në Koshare. Po? Aty bësh beteja me madhe? Aty beteja e në bënë gjithonë, nuk kam qef mi përkufizu ka bëhen beteja. Po Koshare ne kishim gati si... Unë jam aty ratën... Fjalkyçe. Krevat. Po? Kjo është Hysen Berisha, ja keni dëgju zërin. Kjo është Frashë Rëseku. Po? Dhe këtu ka qenë në këtë dhomë me neve dhe Xhemal Fetai, heroj
kombi Xhemail Fetau. Po, foto tjetër, se janë disa foto, janë shumë foto dhe prandaj duhet të ecim sa më shpejt që ti komentoj. Po këtu? Edhe kjo është në Voksh. Ja, ky është shumë interesant. Pse? Ky Menhender Vishaj, komandant Puçi, është veti treti vëlla dëshmor. Ua, tre vëllezër. Tre vëllezër dëshmor. Të vrarë. Po. Po ku vranë të tre? Ky është vranë, më duket në komunën i Stogut, në fshatin Zabllash, mos gaboj, më me gabu. Po këtu jemi në Voksh, përsëri këtu jemi në Voksh me Menhender Vishaj, Hisret Kyçyku, Galan Mehmetaj, Kadrush Bajra edhe unë jam në fund atje. Tre vëllezër të vrarë. Tre vëllezër janë dëshmor. Ka raste tjera zoti Uskaj që kanë kështu që janë vrarë? Duket ka edhe në Drenica një dy familje tjera që i ka 3-4. Katër ka. Familja Ahmeti ka 4 vëllezër dëshmor. A të kujtojnë emrat? Familja mbi emrin kush? Ahmeti. Ku në Drenicë? Në Drenicë, po. Ali Koshan, a Laush, nuk jam i sigurt, po janë duket në Laush. Në Laush, jo në Drenicë. Po Laush është në Drenicë, një fshat. Mirë, po flas që është fshati i Drenicë, aty i rajoni. Dhe 4 vëllezër. 4 vëllezër dëshmorë. Të vrarë, po në tjetër vendu u vrarë? Jo. Për shembull, njëri i vllai i Puçit është vrarë afër Obiliçit atje. Do të thotë, ai ka qenë fronte ndryshme, po 3 janë dëshmorë të një familje, 3 vëllezër. Dhe ishte shumë interesante një intervistë me prindrit e atyre. Ka edhe 2 vëllezër, i kanë lënë edhe 2 vëllezër. Ose dhe me një nga vëllezërit që po deshe ta aranjmojmë. Me shumë ne do ta realizojmë një intervistë. Do ta aranjmoj intervistën e. Okej, të falenderoj. Foto tjetër. Ti je këtu? Po, unë jam këtu. Çfarë po merr aty në sniper? Sniper. Do të thotë këtu jam në Voksh, në kullën e nitajve. Po? Pozicionet e serbëve kanë qenë lartë dhe ne jemi këtu i vëzhgu natyrisht luftë. Ata kanë të nduar me vrana, kemi të nduar me vra. Ti ke qelluar në këtë moment? Kom gjujt. Ke gjujt? A ke vrarë ndonjë apo? Kom gjujt. Vetëm kaq, ke gjujt. Kush ka bërë foton? Se tani ti je në luftë, ta kesh me bë foto? Ja. Kanë bërë foto bashkëluftëtarë tjerë që kanë qenë se na jemi ndruar, s'ka mund të më ndaj ton kohën në pozicion të i rujt forcat serbe. Kishe frikë? Qëre, të thëmë sinqerisht, ka frikë deri sa të hysh brenda. Masa me nështë anet dhe 2 dhe kalon frika, se mësohesh, me granatime, me push, e kalon atë tremin. Jo, kjo është foto, se unë thash për e të parën për kornizë, për kornizë ti duhet kesh këtë. Ja. Foto tjetër? Po këtu? Këtu janë para semonisë për me kalu kufirin, që edhe bashkëtarët e Tropojes, janë armatos me në ndimuneve. Ky është nga Tropoja? Ky është nga Tropoja. Si ka emrin? Sforcoj memorin, ja themi emrin. Ku në që vënd je? Jam në Shqipshan. Do të thënë, ai është një plak tropojan që ka rëmbit pushkën? Që Demaj e ka mbi emrin. Demaj. Po emrin s'm kujtohet. Demaj e ka mbi emrin, djali i ka emrin Mustaf. Mustaf Demaj. Plakut s'pja kujtoj emrin. 2 djemtë e tij kanë qenë në luftë. Në luftë? Po, në luftë. Në Tropoja? Nga një fshat i Tropojës. Çfarë bish ka Shqipëria? Çore plaku me plisë bardh kaq i vjetër e ka kap pushkën e armën neve me luftu. Kjo është e jashtëzakonshme. O çfarë? Para se munis për kufi. Para se të nisësh. Ky ka armën e. Ka ardhur ky me plaku. Plaku ka armën e. Plus 2 djemi ka pas luftë. Dhe 2 djem luftë. E lera ato, po shtëpia ti ka qenë bazu që ke do të thotë. Ku kem pas na jemi kemi marrë me hongër, me pi, na kanë çka kanë pas mundësia, e ke parasysh? Çfarë? Na kanë prit, na kanë përcjell, do të thotë. Çfarë emocionesh krijojnë këto lloj historish. Foto tjetër. Këtu jemi pas luftën shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, do të thotë javën e parë pas luftës, masi kanë hyrë forcat e UÇK-s, në Prishtinë jemi këtu, në shtab përgjithshëm po. Foto tjetër? Edhe këtu jam para se më nis për front, unë kam qenë në 98 në 99-ën, këtu jam afër kufirit me një qenë gjerman të kufirit. Ky është pastor? Pastor gjerman, po. E morët edhe në luftë këtë? Po, edhe e kanë vrarë forcat serbe. Kanë vrarë forcat serbe qenë? E kanë vrarë, po. Si mes? Po, është bare një emision që na kanë xhiru tu hyen kufi, është një televizioni ARD dhe CDF i Gjermanisë, që jemi bashkë me këta tu hyn kufi. Po mirë, e vranë me sniper qenin? Sigurisht me sniper, po e kanë vrarë. E kanë vrarë. Si quaj qeni? Lisa. Lisa, po. Unë kam pas kështu afër të herët. Ishte i zgjuar, bëndën i veprim?
Unë po thëmë, televizioni Gjerman ka bo xhirim për se si kemi hyrë na me këta të bo kjo ulëmtimit ku janë minat edhe ku janë... Se ky do të bënde provat i parë, provat i para, po. I zbulon të minat ku janë. Dhe serbët e vranë? Edhe e ruj me shumë nostalgjike. Po shumë. Dhe serbët e vranë me snajper? E vranë, po e kanë vranë me snajper. Besoj bët me të vërtet ceremoni sikur t'ishe njeri? Absolut. E kemi varrose, ishte çështje gjendje lufte, apo kupton? Po e kam pas kam kujtim të mirë me to. Po, foto tjetër? Po këtu? Këtu jemi në trupat e mbrojtjes të Kosovës pas demilitarizimit të UÇK-s. Këtu jemi në një ushtrim fushor Shqiponia 4, ku marrin pjesë gjitha forcat e KFOR-it. Po? Edhe unë kam qenë të e sfigu komplet operacionin me se si o ka hecë operacioni fushor Shqiponia 4. Foto tjetër? Unë jam këtu. Po, po. Po këtu? Edhe këtu jemi në Vaksh, do të thotë në frontin e Vakshit. Foto tjetër? Këtu tani? Këtu jemi në Pashtrik. Në Pashtrik? Po, në Pashtrik. I manë mund emrat e këtyre? Gjithë ndoshta jo. Po më thuti sa, sepse du të respektoj. Skender Lajqi, Po? Dervishu Khaxhaj, Arsim Bruçi, Po? Uran Rexhepi. Po? Unë jam aty, tjerëve s'pja maj gjithve emrat se dhe fotografia nuk është shumë e pastër. Ja, po atje mund t'ishe me një rezolucion tjetër? Ja, nuk po më një... Nuk e... Okej. Ja, po këtu? Jo, nuk e u di emrat, po të më sinqerisht. Jemi konë gjatë luftime, këmbo një fotot për bashkë. Kishit fotograf të posaçëm apo çfarë? Ja. Nuk kishit. Foto amatore. Okej, foto tjetër? Po këtu? Okej, këtu jemi përsëri në zyrën e vëllezërve Binakaj. Amerikë? Po, Muharrem Dovolani, kryetari i Fondi Vullnetja tret për krejt Amerikë. Vetoni, Agroni dhe Nasim Radina. Nasimin sigurisht që e keni ndëgjuar zërin. Okej, foto tjetër? Këtu jemi te kur u bë përurimi i bustit Nën Sale dhe Babs Hamit, familjes Jashari. Tani, ai automatikisht i Jasharit? Po, jo Jasharit, është i Hamid Jasharit. Hamid Jasharit. Do të thotë, shtëpia e parë para se të sulmohet familja Jashari, se këta janë kushërit të afërt, kushërit parë. Mas pari u sulmu familja e Hamid Jasharit. Po, i vranë. Është në hyrje të shtëpisë. Pa shkuar te kulla e Dikon 100 metra pa shku te kulla e... Dhe i vranë ata? Lere që i vranë. Po ka luftu plaku edhe plaka, deri sa ja kanë shem kulmin e shtëpisë me helikopter. Edhe s'janë dorëzu. Edhe i ka zanë për fundin e nuk janë dorëzu. Pas 26 viteve, o gjetë në rënoja të tyre, o gjetë e shësaj vjetër është i ndryshur. Shumë, i ndryshur, shumë. Shumë interesante, shumë vlerë. Foto tjetër? Këtu jam duke dhuru një certifikat mirënjohje për Ali Sopaj, një oficer i ushtrisë shqiptare që ka qenë pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe jemi në Philadelphia. Foto tjetër? Këtu jemi në ngritin e flamurit për pavarësinë e Kosovës në Kennerike, ka qenë një delegacion nga Kosova. Kennerike ti i thua Connecticut? Connecticut, po. Se Kennerike i thonë të vjetër, të shqiptarët e vjetër, Kennerike. Kennerike, se thoshin, nuk e shqiptonin do të atë Connecticut. Është shprehje kështu tonë thonë Kennerike. Kennerike, po. Jemi para buildingut, para ndërtesës të Connecticut, do të thotë që a ditë ngritet flamuri me shkurt, flamuri i Kosovës, shtetëror i Kosovës. Foto tjetër? Po këtu? Ja, ky ka qenë ideali Age Mazrekaj, që ishte po, që tash ai kam qenë me to në traktor, ky është do të thotë 20 minuta, 30 minuta pas vrasjes, që vetëm kemi shti brenda dhe kemi rregullu kufomen, që kam qenë me to. Ky është i vramë. Foto tjetër? Po kjo? Kjo është, edhe kjo publikohet për herë të parë. Çfarë është kjo, ky vërtetim? Okej, këtu tregohet se për me mbulu aktivitetin me ekipin e CIA-s në objektin e Shikut, unë është dash t'jem antar i Shikut. Do të ti ishe i Shikut shqiptar? Ishe i Shikut shqiptar që të mbulohet në premtaria. Po, shërbimi informativ shqiptar? Ja, Shikut, shërbimi informativ kombëtar atëherë ka qenë. Edhe unë jam pajisur me një dokument që të mos kem probleme. Nga kush Fatos Klosi? Jo, Ram Kuca, natyrisht, me urdhër të Fatos Klosit. Po, kryetari lokal? Kryetari i Degës ma ka jep dokumenti, po kuptohet, me autorizimin e Fatos Klosit. Do të ti pas ke qenë, do ky ishte kamuflimi.
Ishte kamuflim se diçka në objekt shikut, çfarë bënin aty? Ke parasysh njerëz të shifshin tu hije tu dal, çka bëjnë amerikanët dhe unë çfarë bëjnë objekt shikut, se ekipi CS ka qenë i vendosur në objekt shikut. Ka pas 5-6 dyrat aty tyre. Shumë interesant ky dokument, shumë interesant. Askush nuk e ja, edhe këtu po du me dalë pa ndërhyrje në temë. Po? Unë kam edhe një dokument tjetër. Që? Çfarë tregon? E kam thonë në një intervistë në Partenden. Po. Zoti Qafoku. Del XY pa përmend emra, edhe thonë, kemi qenë koordinator bombardimeve të NATO-s, të del një njeri mbi tokë që ka vërtetim. Kush ka qenë koordinatori bombardimeve të NATO-s, unë publikisht kërkoj falje. I vetmi kam qenë unë i emruar prej Xhavit Halitit Zeka. Natyrisht që ai ka marrë miratimin e Klosit, ka marrë miratimin e ambasadës amerikane Marizalino, kush ka qenë atëherë, edhe unë kam dokument vendim që kam qenë koordinator për shtabin e përgjithshëm dhe ekipin amerikan. Ekipi amerikan, unë dihet që ka qenë, se s'kan qenë aty gazetarët, apo kanë qenë në shërbimin. Dhe unë kam atë dokument i emruar prej Xhavit Halitit. I pranuar natyrisht, për veri ka qenë në operacionin Shigjeta Bislim Zyrapi, edhe unë kam pas kontaktet përditshme, mos thom edhe ka 5 renditje, me General Bislim Zyrapin, me Zeken, që askush tjetër si ka taku. Foto tjetër, po. Këtu është aty ku në dham shpirti mas shumëti. është Kadri Veseli, që fatkeqësisht sot është i këndabuar në Hag atje, bashkë me presidentin tha që me Jakub Krasniqin edhe Rexhen. Edhe kjo ka qenë një vizite në Amerikë Kadriut, dikun një javë para se mu themelu ushtria e Kosovës para 14 dhjetorit 2018. Tani, si datë e themelimit, kush është? Okej. FSK-ja ka qenë jo me statusin e ushtrisë. O dasht miratohet ligjin në parlament që FSK-ja të kalon në Forcat e sigurisë Kosovës. Po, forcat e sigurisë të marrin mandatin e ushtrisë. E ushtrisë. Se me pakon e atisarit kanë qenë forca vetëm për reagimet civile. Jo, e kisha fjallën UÇK-ja, kur e ka datë themelimin? UÇK-ja ka me 17 nëntor 1995. 195. 17 nëntor? Jo rastisht 17 nëntor. Pse 17? Pa është çlirimi I kujt, i Tiranës? Pa. Po çliri ka çlirimi i Tiranës me? Po pse mos ketë simbolik? Do të thonë 17 nëntor 1995, dita e themelimit të UÇK-s. Ku u themelua? Dëgjoj, celulat kanë ekzistu emrimi, se dokumentin që ti the ma herët në bisedë para emisionit të që Maren Glen Kasmin e ke mik për gusht, unë e kam një respekt tjerë zakonshëm për to, e kam thonë edhe herën e kaluar në studio, ai ka dokument, është i botuar, pyetet lutem Maren Glenin, në Institutin Albanologjik të Kosovës, ka qenë një seminar për histori e kështu, do të thotë ai ka dokument, Maren Glen Kasmi ka ligjëratin që është faksimili që UÇK-ja o themelu fund vitet e 60-të, fillim vitet e 70-të, nga shteti shqiptar. Po, emblema e UÇK-s është ajo që pëthom une. Se UÇK-ja si strukturë është themelu me prej shtetit shqiptar dhe kjo, po të thom publikisht, po i drejtuam edhe kamerës, të del dikush të thotë jo, pas që e ka botu dokumentin që e ka gjetë Maren Glen Kasmi. Do thotë, fund vitet e 69-70 është themelu me vendim forcat për çlirimin e Kosovës. UÇK. Ku themelua, ku në ç'vend dhe ç'kishte një ceremonial, ka pas një edhe madje një filmi. Ja, absolut. Po mendon në atë kohë? Jo, në 17 nëntor të 95-s. Vendimi për formën e emblemes është në Zvicër. Është në Zvicër? Po, edhe a di kush e ka propozuar? Ku? Kush? Xhavit Haliti. Edhe emrin, UÇK. UÇK edhe formën e emblemës e ka propozuar Xhavit Haliti edhe Adnan Aslani. Kush e ka dizenjuar? Adnani e ka dizenjuar, propozimi është i Xhavit Halitit, po do të thotë dizajnin e ka bu Adnani dhe i ka thonë, është e mirë, është e mirë dhe Zeka e ka miratu. Shumë interesante. Tani, më ngasmove me këtë përsëri të historisë, ka një tendencë
për ta sfumuar rezistencën e UÇK-s, për ta sulmuar, për të denigruar dhe luftëtarët e UÇK-s, për të denigruar ata që ndihmuan UÇK-s, gati dhe kjo është një teori e Kasmit që është e njëjta siç po bëhet dhe me sulmit e rezistencës luftës së dy botërore. Cili është komenti juaj për këtë? Okej. Fillojmë prej rezistencës antifashiste të luftës së dytë botërore, që është vetë themeli i shtetit shqiptar. Po mos ishte ajo rezistencë, do të kishte Shqipëri. Po ta bëjmë analogjinë, po mos kishte UÇK-s, do të kishte Kosovë. Edhe forcat e errta natyrisht ata. Dëgjoj Roland, një problem është këtu. Ata që s'kan mujt kurrë me gjetë veten në orientimin e drejtë kombëtar, tash prej xhelozisë private, pse Rolandi ka qenë nuk zgjedhin metoda me të sulmu, se e kanë për turp, se s'kan bëu asgjë. Lere që s'kan bëu asgjë, po ndoshta i kanë shërby anës të kundërt. I kanë shërby anës të kundërt, e kanë sabotu luftën, kanë propagandu kundër lufte, pa dash me kalu në politik, pa dash me kalu, sinqerisht po të them, Albin Kurtit ju ka ofru të jetë në UÇK, ju ka ofru ja uniforma, edhe hadi hyn rresht, mos shkomon Prishtinë, se pas largimit të misionit verifikues KVDOM që o quj qaj vokeri. Rrim të Albin Kurtit, se që shumë e rëndësishme kjo. Albin Kurtit thej që i është ofruar për të qenë në UÇK. Likoc, Kur? Në mars 99-ës. I kanë thënë që hajde në UÇK? Jo, ai ka qenë në Likoc në vizit me Adem Demaçin, me legjendën e Shqipërisë. Edhe ka qenë se ai ka qenë sekretar ose përkthyesi i Adem Demaçit pranë zyres përfaqësuesit politik për UÇK që ka qenë në Prishtinë, zoti Demaçi. Dhe ai nuk pranoi? No, nuk ka pranuar, kanë qenë në territorin e Drenicës, pranë shtabit përgjithshëm, edhe i kanë thonë mos u kthen Prishtinë. Nuk jeti kalibri Adem Demaçit që Adem Demaçin e ka njohur bota. Ty mund të arrestohesh edhe prej serbëve. Ja uniformen, hyn rresh, e ke edhe për siguri tënden. Dhe i tha jo? E ka refuzu. Lere që e ka refuzu. S'ka marrë pjesë në rreshtimin, janë fotografit ku këtu është rreshtimi që i ka nep rivis që quhet në ushtri këtij zotit Demaçi. Albin Kurti është në anën e kundërt atje. Po pse arrestuan pas Albin Kurti? Ata duhet me ditë interesi ja ka qenë i serbëve apo i këtij pse u arrestu. Jo, kjo është një akuzë shumë fortë, zoti Uskaj, mos po bëni dhe ju të jeni gjë që po bëjnë ata të tjerë. Jo, ndëgjoj çavuku. Unë nuk mund të them. Jemi korrekt. Jemi shumë korrekt. Unë kemi deklaratat e bashkëburgosurve zotit Kurti që tregojnë për sjelljet e tij në burg. Një ndërto është ku i lejohet zotit Kurti të japë intervistë nga burgi i Požarevacit. Vinë gazetarët e botës, edhe zoti Kurti del të japë intervistë. E tjetra është zoti Qafoku, i vetmi i burgosur, apo i kindapuar, që po bëhem me Kurtin këtë rast, që o liru me urdhër të Koshtunicës, presidentit sërb, është Albin Kurti. është dokument. Jo duke akuzuar Kurtin si njëri i serbëve? Mos qof njëri i serbëve, veprimet e tij deri tash kanë treguar se është në shërbim serbëve. Kjo është një akuzë shumë e fortë. Edhe është e bazuar. Thash, presidenti serb e ka shu urdhër për faljen e Albin Kurtit. Pse presidenti serb nuk e fali vllaun e Recep Selimit? Pse presidenti serb nuk e fali Nait Hasanin? Pse presidenti që kanë qenë më figura se Kurti? Nait Hasani është bashkëluftëtari i Adem Jasharit. Nait Hasani ka qenë 5 ose 6 e parë e celulave të UÇK-s Drenic Llap Dugaqin. Pse nuk u liru Nait Hasani? Pse u liru Albin Kurti? Edhe një rast për Kurtin, pa kaluar politik. Në 98-ën, zoti Kurti, kur ka qenë ajo kanë Kosova Network Action, dhe të rjeti organizatave jo qeveritare të Kosovës, bla bla bla, në Beograd, ju lutem lypni në YouTube, në Beograd ka qenë njëri privilegjuar të majtë fjalimet të thonë, ne çështjen e Kosovës nuk duam ta zgjedhim me luftë. Jam kundër lufte. E ke me zë figurë, edhe ju bëj lutje gjithë atyre që kanë një argument kundër, të dalin të më demantojnë. Okej, tani, kemi liderët e UÇK-s në Hag.
Çfarë të dhënash ke? Çfarë po ndodh me procesin dhe është në fund? Okej. Pritet me 16 shtator do të thotë është shpallet verdikti. E kanë konfirmuar tashmë shpeshtyn se e kanë caktuar dhe orën. Po, çfarë ore? Ora 10, po, 10 mëngjes. Atë sa do zgjas, nuk dihet aty procesi, por do të fillon. Na kemi qef më liru gjithë, edhe urojmë që të lirohen gjithë. Tisa informacione që kemi, thojnë, dikush nga ta do dënohet, po Hashimi do të lirohet. Kemi informacione po që do të lirohet presidenti. Urojmë që të lirohen gjithë. Mos të kesh kuptuar. Hashim tha që lirohet. Po, detyrimisht. Tani ti po jep një lajm të jashtëzakonshëm dhe unë kjo na kënaq. Urojmë edhe herë të lirohen gjithë. Po ata poshtërsinë vetë mundohen ta justifikojnë disi se 6 vjet ti mojsh burg. Domthon ju jeni i sigurt që tha që lirohet, por nuk kesh e sigurt për 3 të tjerët. Po, nuk jemi të sigurt për 3 të tjerët. E rëndë është. Po shumë e rëndë. Për të 3 tjerët, po gjithsesi është i lajm i mirë që lirohet presidenti. Lideri ju që kësë. Lideri ju që kësë dhe presidenti i shtetit. I shtetit, ja. Dhe kryeministër, se po president që... Kryeministër, presidente, drejtorisë politike të që këse, do të prej strukturave para të që këse këse. Një nga dëmet më të mëdha që ishtë bërë Kosovës mbas e vërtet. Mitha dhe ky është një lajm i mirë, fjala jote në vesh të Perëndis dhe urojmë që 16 gjithë lirohen. Do jesh në Hag një 16 Besoj që po. Ti do jesh në Hag, do pres çatje. Domethënë më premto këtu që do bëjmë një lidhje nga Haga. Nga Haga, po të premtoj. Domethënë të shikojmë situatën që të kemi dhe Thaçin në lidhje. Do të jetë edhe një pjesë e protestës aty tu e prit lirimin e Thaçit. Kryetari i Aveles Hysni Gucati ashtu u marrë me... Do organizoheni, domethënë. Do organizohet një marsh atje tu prit për vendimin. Në gjitha qytetet e Kosovës do të ketë led wall për të e prit. Edhe kuptohet Serb të ka dojnë me bo protest me 5 majtin që të kërkojnë dënimin e tyre. Serb do bëjnë protest në Beograd? Që të kërkojnë dënimin e tyre. Po që janë këta të organizuar? Shteti organizuar, natyrisht. Se është një të merë i tyre. Okej, kalojmë të foto tjera, po shqyr në dhe një lajnë të mirë, Astrid, dhe të falenderoj shumë për këtë. Këtu? Këtu atë vizit që është para shpalljes. Po, ishte një dhe. Foto tjetër? Ja, aty shifet vetëm pak varri, i ati që ka vdek me ne. Këtu jemi në ceremoninë e varrimit ati luftëtari. Keni qëlluar besoj në ajër? Po, natyrisht. Gjithë jemi në... Qartë. Foto tjetër? Vështum aty. Do shta s'ka më. S'kemi? Kjo ishe foto? I pas kemi kaluar. Kjo e lirimit të Thaçit është me vërtet, por pyetja ime është, nëse kjo ndodh, dhe besoj do ndodh, se ju i keni informacion të sakta, ndryshon politika në Kosovë? Qëre, s'po du me opinion, sepse ajo është halom renda. S'du me mos të indikon diçka në vendimin, sigurisht vendimin të shumor, po vetë emri Hashim Thaçit ka ndikim në politikën e Kosovës. Natyrisht që do të ketë ndryshime. Ka ndikim, mos thonë do të ketë ndryshim, se po paragjykoj, mirë po do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm s'kenë në politikën e Kosovës, brenda Kosovës. Do ndryshoj? Si e parashikon ti? Çfarë do ndryshoj? Po sigurisht që këta që duart roketën dhe nuk ndihmuan fare procesin e Hagës. Po mendoj nuk ndihmuan fare të kindapurit e Hagës. Për ata nuk do të jetë lajm i mirë lirimi i tyre. Edhe po më detyron... Kjo është një turp, zotë Po më detyron u kthyte pyetja jote më hershëm se më the pse pe bën Albinin kështu. Është dokument nga Haga, ku Albin Kurti drejtohet Hagës dhe i thot: vizita që i behen Thaçit nga familjar, nga vëllezrit, Thaçi po flet për politikën dhe zgjedhjet në Kosovë. Edhe është letër e konfirmume nga institucioni Hagës, edhe është sot po të pyesësh ti dhomat e specializuara, ta japin atë kopje, ku për hir të asaj letre që e dërgon Albin Kurti, Hashim Thaçit i kufizohet takimi me fëmijët, një djalë i kufizohet takimi me vëllezrit, edhe i kufizohet takimi me bashkëpunëtorët më të ngushtë që
ka qenë gjatë gjithë periudhës pas luftës në Kosovë. Është dokument zyrtar që Albin Kurti i drejtohet Hagës që thotë kufizojani takimet thoqit sepse ai po flet për zgjedhjet në Kosovë. Ku i ndihmon kjo? Po du me dalë të pyetja jote. Lirimi i tij natyrisht e trëmb. Natyrisht e trëmb. E trëmb Kurtin. Absolut. Tani, për situatën politike në Kosovë, që brenda si bie 1 vit e gjysmë janë 3 zgjedhje. Po. Është një turp, është një skandal. Si e analizoni? Okej. Politik, po du me të bëni një analogji. 98-ën dhe në 2002-ën kanë qenë Kongresi Amerikan dhe Senati ka qenë 49 me 50. Me 51 falë. Për një vot, arrit të Kongresi me bo kompromis me Senatin, Republikan dhe Demokrat. Që Roland, po t'i votojmë shtu ligje, po i kemi 2 vota mongi, hade votojnë një ju këto, pi bashkojmë votat. Albin Kurti e ka një problem, thot, e ka fitu qeverin, populli ja ka e voten, kur zgjedhjen në Kosovë si në kontestu asiherë. Atë në ato ledzu, ja ka nuru fitorin o krejt. Problemi është tu, ti nuk ke vota me zgjedh presidentin. Çka mendon ti? Unë jam parti politike në këtë rast. Supozojmë. Pse ta votojnë ty kandidatin ton? A bojmë kompromis? Albini nuk është njëri kompromisit ku është në pyetje pushteti i tij personal. Edhe këtu janë argumente. A afronte opozita kandidatin të ke hiqe kandidatin ton. Pasi ti e ke krye parlamentarin, e je edhe kryeministër. Epja presidentin opozitës. Bon marrëveshje me ne. Si bën këto Kurti? Do të ketë çdo gjë në kontroll në dorën e vet. Çdo gjë. Pse do të ketë në kontroll çdo gjë? Është një egocentrik i jashtëzakonshëm. Se ju nxorë dhe njëri të Serbisë. Unë thash ekzistojnë dokumentat, unë nuk e... Jo, këtu kam një argument kundër unë që Okej, thuje lutem. Nuk ka mbetur as si politikan i rangut lart edhe në Kosovë dhe Shqipëri pa e akuzuar për Serbisë. Jo, nuk pajtohem në këtë. Po jo, thashin e kanë akuzuar. E kush? Ja. Dëgjoj, tani thuhet këto që është akuzuar si punëtor i Serbisë, është akuzuar prej Sali Berisha. Po, Sali Berisha është akuzuar. Edi Rama është akuzuar, Ilir Meta është akuzuar, Paneli Majdo është akuzuar, Fatostano është akuzuar. Ja, dëgjoj. Akuzat nair, jo në akuzat nair ose për motive politike. Unë këtë thëmë ekziston dokumenti, ti përmend në rastin e Likocit, që s'ka pranu tjetë në sheke, ta përmend në rastin e Beogradit, që keme intervist, Roland nuk po thëmë unë, o ka e thot Albini me zë e figurë, ku thot, ne jemi kundra i lufte. E sot o veteran Albini? Si që veteran? Veteran i ushtrisë rimtare të Kosovës. I kategorisë parë? Po, ai njëri që e ka kundërshtu luftën. I kategorisë parë? Po, i kategorisë parë. Po pse ju e keni fajin? No, për arsye se ka thonë, unë kam qenë në zyrën e Demaqit, edhe e ka... Jo, ai mund të ketë qenë, ai mund të thotë, po a ka qenë? Po, e ka ndorë, komisionin qeveritare ka ndorë burri dhe ai shpall... Do dhe në këtë prerë pa gjoj që kryeministri Albin Kurti është edhe veteran luftëtar me armë dorë i luftës. Që, me armë dorë, është veteran luftëtar. I cili nuk e ka përfundu luftën, edhe po t'ishte me armë dorë, për shkaqet caktuar. Do t'ishte në kategorinë e dytë. T'ishte në kategorinë e dytë. Se nuk e ka përfundu luftën, zotëri. E këto i ben Albin Kurti. Jo, barazosh Albin Kurti me Hashim Thacin? Po, tash s'moj edhe pa e thonë ata ku the gjithë politikanet. E kush e ka akuzue Edi Ramen për pro-serb, e akuzon vetëm opozita, Sali Berisha. Kush e ka akuzue Fatosnano, ma thuoni, për pas takimit krejtës që Berisha, do të thotë, gjdo kundërshtar Berisha e quan bashkëpunëtor të Serbisë. Unë ta kam thonë në intervistën e parë. Pse Berisha nuk e sqaron librin Momir Bullatovici që e ka me dedikim për vllaun tim Sali Berisha? Pse ata nuk e? Pse i thot Rams vllavi Vučićit, të del Sali Berisha të ta sqaron në ambientet e kryeministrisë. Në 2007 mos gabofsha ka qenë kryeministër Berisha, ka qenë pushtet. Momir Bullatovic në Tiranë ka dorëzuar librin Sali Berishës për thyrjen e embargos. Unë e kam thonë edhe herën e parë, apet, ju lutem delni demantomni. Edhe thot, për vllaun tim që bashkëpunova për thyrjen e embargos. Po pra akuzat ndaj Edi Ramës që Edi Berisha që Edi Rama është vllau i Vučićit. Çka thot Berisha, thot Berisha. Ke parasysh, sinqerisht nuk ja vlen më marr me llafet e Berishës. Sinqerisht. Unë do të ta tregoj një rast për Berishën. Kur ishte Rama në New York,
unë e takova, ishte me Tauland Ballën. Para zgjedhjeve, kur ishte koha që vishin i takojshin diasporën për çështje elektorale. A e dini që ka ndodhur aty? Çka ka ndodhur? Dy bashkëluftëtarët mi nga Amerika, kemi qenë me Tauland Ballën edhe kemi thonë, eja t'ja çojmë një Sali Berishës qytetari digital. Tash logjiko e merr Sali Berisha dhe del, na bonim humor, kam foto me ta. Do nga ju e pas kemi pasur këtë. Tash logjiko del Sali Berisha dhe thotë, unë kam informacion nga qytetari digital, na ja çonim humorët të Tani, i nderuar, Baton Axhiu dhe Berat Buzhala janë dy gazetarë shumë të njohur në Kosovë që e kanë shtrirë aktivitetin e tyre tani në Shqipëri. Ka shumë debate për këtë në Shqipëri, besoj i kanë ndjekur. Po, i kam edhe një personal. Do doja një opinion tëndin për Baton Axhiu dhe Berat Buzhala, por sidomos për Batonin që është shumë aktiv dhe është i stacionuar në Tiranë, se Berati është edhe në Prishtinë edhe këtu. Baton Axhiu është kaliber i lartë. Mos thom ti intelektualit se kjo fjala. Se kjo fjala intelektual ka degradu tash. Po Batoni është një profesionist i jashtëzakonshëm, ka burimet e vetë të informacionit. Batoni, po ta përcjell një historinë e jetës Baton, është opinioni im kjo, nuk është kurrë. Opinioni juaj. Do të thotë Batoni, ato që e ka thonë ndoshta në 2097 ka ndodhur 98, ato që e ka thonë 97 ka ndodhur 99. Është një tash me qujt botuz, gazetar, moderator, sa i ka pas edhe emisionet veta, shumë i informum. Ku i informohet ai? I ka burimet, ju gazetar nuk i tregoni burimet e informacionit. Jo, dakord për të çështjet e Kosovës, unë e kuptoj që dhe ai ka informacion. Po këto çështjet e Shqipërisë ja kaput ndonjëherë kohë Astrid? Ja, nuk e di. Këto çështjet e Shqipërisë. Për Kosovë, për Shqipëri, për Kosovë. Edhe unë kështu them si ty. Ja, për Kosovë shumë informum. Tani ajo fotoja që ka Batoni, ka dalë atje me Ramën, edhe me Vučić. Kujtohet? Po ka foto me edhe me sekretarin, me ministrin e jashtëm të Rusisë. Po, do të Lavrov. Ka mujt me qenë, e shef që po del kjo që po thon Batoni ka burimet e informacionit. Jo, e kompromenton siç e thon kundërshtar armiqt. Dëgjon, një gazetar, një moderator nuk i intereson kush është në anën e kundërt. Atij i intereson të shkonte takimi, ta merr ato që duhet me marrë dhe nuk besoj. Dëgjon, fyrjet ndaj individëve të the më herët, spion ai spion, kjo është tepër. Sidomos gazetarët, unë kam një intervista e parë UÇK-s me Christian Monitor. Po, Christian Science Monitor. Sepse kam bërë praktikën. Me Marin Colvin. Kam bërë praktikën. E kam originalin tani ku ta dalin për zyre duk me ta dhuru. Originali i gazetës para 30 vite. Është nga gazetat më të rëndësishme në Amerikë, se këtu nuk njihet shumë në Shqipëri. Unë kam po atje në Amerikë është shumë e rëndësishme. Unë kam intervistën e parë për kretu që kam në gazetë. E ka aty? Do më japsh atë gazetë. Po ta printoj tani ku dalim, do ta jap. Kam bërë praktikën 3 muaj në atë gazetë. Do thotë është jo e printu me kështu, është original gazeta. Dhe është gazetë 150 vjeçare. Edhe dikush e ka bëhat intervistë? Kush e ka bërë? Marin Colvin, një ndër gazetarët më të famshëm të atij gazete që u vran në Irak. Në cilin vit është vrarë? U vran 2001. Po unë 2001 kam qenë atje. Po në luftën e Irakut, do të thotë. Në Irakut, prandaj kam qenë në atë kohë kam qenë atje. Po kur Baton Axhiu flet me kompetencë për çështjet e Shqipërisë, për qeverinë këtu, për opozitën, për infrastrukturën, për rrugët e Tiranës. Mua vjen çik përqeshur me thënë drejtë. Do me lidh këto me bëu analoge. Pse Baton Axhiu, unë mendoj që e përcjelli. Çur mediat në Kosovë nuk i përcjelli, po e them mediat në Kosovë nuk i lexon? More nuk i shiqoj fare. Po këto të Shqipërisë? S'ka emision. Me vërtet? S'ka emision, absolut asnjë emision. Po pse? Pëlqen debatin në Shqipëri edhe fund. Po du me dalë të Batoni. Batoni shpesh ja ka huq me Shqipërinë, ose te e dyta. Si ishe, ma thy dhe njërë? Huq? Ja ka huq. Do dhe ja ka fut kot? Ja ka fut kot, dhe ishta më shprejsh. Që nge një mende me mua. Për Shqipëri, thash. Për Shqipërin po them dhe unë. Tjetër, Batoni nuk mund të jep analiza për të ardhmen, projekcione ku nuk i njeh ngjarjet
Shqipëri, nuk e jeton... Se ka ja fut kodët dhe s'ka lidhje fare me... Sikur se, pa dash më lidh me protestën, sikur se disa Kosovarë, shqiptarët Kosovës, unë si quj Kosovarë, shqiptarët Kosovë, që vinë prej atje, tani, më ngasmove, vinë të bërtasin këtu... Po pra, tani kjo është pyetja ime. Kanë ardhur dhe me ato, me pankartat e UÇK-s. Dhe kanë ardhur në... Është turpshme, çka ka të baju UÇK-ja me rrëzimin e qeverisë, ose mos rrëzimin e qeverisë në Shqipëri. Dëgjoj, zoti Çafoku, unë do të vinë protestë në Shqipëri për interes të kombëtar, të kufive, interes që cënohet shteti shqiptar, territori shqiptar. Mu nuk m'intereson me marrë pjesë në protestë. Kush organizon ato? Po të shihet kush i organizon. Kush? Emri ku i brohëritet në ato protesta nga ata kosovarë? A brohëritet Rënoft Albin Kurti? E ke? Po, e kam pa. Do të bën Albin Kurti? Po, simpatizant e ti. Pse unë po dalë protesto Rënoft Albin Kurti? Ose tjetra, del organizata veterane, del kryetari Gucati edhe thot, në proceset politiket në brendshme të shtetit shqiptar, qa ka të bëj, pse merret flamuri UÇK-s? Kona ka të me luftu UÇK-ja në Shqipëri? Të drejtë ke. UÇK-ja do ta merr flamurin larg qofshës. Jo, ata thonë që ne jemi diaspora. Ta sulmon Greqia Shqipëri. Jo, ata thonë që... Ta sulmon... Okej, edhe UÇK-ja... Ata thonë jemi diaspora, thonë. Cila diaspora? Diaspora. Fotomontazhet që del ke aty, hani hotit e qitë keqoro ka vinë prej Londonit, mos... Këto janë... Do dhe në shi turpa jo që vinë. Është një super... Bile, nuk është ligji miratun për përdorimin e simbolit të UÇK-s. Sa të duhet... Nuk është miratu ala, është në proces, si do të propozime. Që ndalohet përdorimi? Po, absolut, keq përdorimi, jo përdorimi. Keq përdorimi. Po, ky është keq përdorimi? Kjo është keq përdorimi. Po, në stadium është keq përdorimi? Ndoshta e lejon ligji, ndoshta rregullohet me ligj që të mos përdoret as stadium. Shembull, unë nuk e di gjitha propozimet që janë bë. Tani më thuaj diçka për Berat Buzhalën, se ai është mbi palët, është edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Okej. Se më që një personalisht. E njoh. Unë kam një respekt për Beratin, edhe pse shpesh ka ndryshu pozicione, nuk ka një vi karakterit vetë. S'po flasë se unë jam kërkushit ta vlerësoj ata profesionalisht, se është gazetarë në s'marrë vesh në ato sene, po si karakter, si person, unë nuk, që më thonë, lëvizjet e qëndrimeve ti para dite astriti mirë, mas dite i keq, mas dite i mirë në mëngjes i keq, dhe të del edhe, s'po du me thonë idiot. Tani, pati dhe incident e Fevziu me Albatros Regjen, se dhe ishtë bërë analist në Tiranë. Këta e kanë e promovoni ju. Del tani Albatros Regja dhe thot, unë jam eksperti, qëfar eksperti jeti? Ke punuen në zyret e OSCE-s, OSB-s, ose ke punu për Euleksin, për këthys, mos ta përdori atë termin pejorativ popullor, jo për këthys, po diçka tjetër, edhe vjen e shitet si ekspert. Kom botu 100 libra, kom botu ato. Çka, cilë islami? Cili është profesioni ju direkt? Qa është profesioni i Albatros Regjes, ma thuni cili është profesioni. A është gazetar, a është inxhinier, a është mjek, që kom studiu shembullin mjeksin, a është ti që ke qenë Skënderbega, dikur ke studiu për gazetarie, çka është profesioni ti? Për këthys në tlapa atë fjallin pejorative. E dalin si, ju zdi pse i promovoni atë shumë. A i vjen vesh me bo zhurë. Këtu më bere mirë këtu, po se kam unë dorë. Unë nuk përtomi ju, në kuptimin e personal, që unë e dikon e fton të jo, si është që pse ne shqiptarët e Shqipërisë nuk shkojmë Prishtinë e t'japim mënd. Atyre, nësa këta vinë këtu edhe në japin mënd, mo. Po së të dojnë mja ndru dhe qeverinë, ata. Këtu, për qeverinë e kam. Ate e ki pa burri dhe. Tani, të bëjmë pyetje tillë, të ka shkojnë në ndërmendje të merri pjesë të shkojnë protest? Në protest? Këtu, Tiranë. Jo në këtë rast që është kundrej Rame, po kundrej askujt. Që bot protesta e mbrëmshme për ndrim qeverie në Shqipëri, kurrën e kurrës tjetës. S'kisha marrë pjesë në ato protesta. Sepse është një çështje brendshme. Është një çështje politike. Okej, s'pe thoma se mbrëmshme, se na s'kemi çështje të mbrëmshme të jashtme Kosova me Shqipëri. Po çështje politike. Është çështje politike, e mirë fillt politike. Atëherë pse mund të takon që unë e votoj në Kosovë, Prishtinë, pavarësisht ku, vje me arë me thonë, valla s'o kam pëlqen Edi Rama, i tako popullit shqiptar këtu.
votuesve shqiptar, simpatizantëve ti, kundërshtarëve ti, se normal që ka dhe qytetar kundërshtarë. amerikan që ti voton dhe në Amerikë. Po, ne votojnë në Amerikë. Çështja e Zvërnecit lidhe me Amerikën, sepse lidhe me presidentin Trump, me dhëndrin e tij, Jared Kushner dhe Kush e ka bërë këtë lidhje? jo, lidhja është një projekt atje. Okej, pse lidhni ju, pse është dhëndri i Trumpit, është çështja e Trumpit, pse? Mas qaroti mu, pse, vetëm pse është Jared Kushner, burri i Melania Trump, pse është lidhje me Trump? Ti do thua që nesër ai mund të ndahet edhe s'ka Edhe çka tjetër? Mund mos jetë më dhëndër i Trumpit. A investitor është, do të thotë, çka ka të bëjë Trumpi dikur aty? Si e përcjellin në shqiptarët e Amerikës së historinë e Zvërnecit? Jam shumë kurioz të di. Është një grup matrapaz, e them kështu publikisht. Është një grup matrapazësh Kush janë këta? Çfarë bëjnë këta? që slojnë metodë pa gënjy, pa dezinformu të thonë që po dalin në protesta në Amerikë. Po du m'jo e vetëm 2 argumente. 3 protesta i kanë thirrë, kishe me përkra protestat kundër qeverisë në Shqipëri. A di sa kanë marrë pjesë? As ka 50 vetë. Qërë që kanë bo turpin e turpit që kanë bo ata? A protestat në New York e ke Po. fjalën? A di që kanë bërë ata? Në 19 qershor ishte Albanian Roots që organizon paradën shqiptare. Po. Qërë sa njerëz të ligë janë. Pse? Ajo organizohet nga Marko Kepi, Nick Është e Beqi. njohur, Okej, është- do të thotë është gjaja më e madhe që organizohet në Amerikë. Dalin e shfrytëzojnë paradën shqiptare, do matrapas, do halabak, breg rruga aty dhe thojnë, poshtë dirama si mi dalë me bona protest. Bona protestën vete, me të shofim sa jeni. Edhe detyrohet policia e shtetit, policia e New Yorkit thotë ikni prej tujt. Do beturina i largojnë prej aty. Cili është mendimi juaj për Edi Ramën, për qeverisjen e tij? Është në mandatin e 4, mbaroi vitin e parë të mandatit 4, pra 13 vjet. Qeveritë e Edi Ramës, jo vetëm qeveria e Edi Ramës, qeveritë, ajo është e 4-ta, i ka pas... Mirë, qeveritë ndron ai, po vetë ndron, vetë nuk nis. I ka pas ato skandalet e veta, na e dim rastin e Arben Ametit, na e dim rastin e Belinda Ballukut, na e dim rastin, do të thotë, po them, çështjen e Shqipëri e përcjell çdo sekond. Mirë, po unë du me përkufizu vetëm me një. Kujt ja lejmë në dorë. Si kujt e lëm në dorë? Po heket. Unë e kam konsiderat për Ramën, po, E absolut. ke takuar njërë vetë? Po, thash e kam taku New York. Tani e takon New York. E kam taku New York, thash. Qenge e dramis, do më thënë. Po, një njeri që Shqipërisë ja ka ndru faqen, E ka ndru faqen? ja ka ndru faqen, absolut. Një njeri që i ka jep nder, emër dhe respekt në krejt botë Shqipërisë është Edi Rama. Një njeri, s'po flasë për politikat ekonomike të mrenshme, nuk e di. Po dëgjon Edi Rama këtu astritë do t'japi një post? Jo, absolut. Do t'japi do të bëjë një ministrore? Një njeri që çështjen kombëtare ka prioritare. Kur thom çështjen kombëtare, s'po thom çështjen shqiptare, çështjen kombëtare. Sali Berisha i thot vllai Po Vučić. mos na prish muhabetin tash me mështime fol mu për milicën, për vjerrën e Sali Berisë që ardhen në Brooklyn, mas demokracisë, se ka fol as i fjalë shqip bre burri dhe kam qenë prezent. Shkina, në qoftë se lejohet në këtë televizion thuhet shkina se serb, shkin. Në Kosovë serbë ju thojmë shkije. Shkja. Shkja, po. Shkja, po. Shkina, vjerra Sali Berisë, e martu me, shkollu me, punësu me në Shqipëri gjatë pushtetit Xhaxhit Enver, do të thot, vjenën në Brooklyn, të kushërit e burrit, të kushërit e Ramvuthit, edhe nuk e flet as një fjallë shqip. Qaja është, Sali Berisha ti thot dikuj, të ne e thuj një fjallë, Roland, qalin prej mace e hanmiun. Megjithatë këtu nuk ka mbetur asnjë politikan i radikal. Jo, qalin prej mace e hanmiun. Pik. Sali Berisha ka gjakun e përzim. Jo, se ka gjakun e përzim, se ai është nga... Nga kush? Nga trup, po ja, nga një zonë që është e njohur. Absolut. Madje është pjesë sot edhe e Kosovës, gjithë pjesa e Mastis Gjakovës. Po Gjakova, që ka të 2 krahë. O kuptimin e familjes, e thash, Sali si Sali ndoshta jo. Po, 2 vëllezërit e milicës, e kënë dokument, unë nuk e kuptoj vetëm pse njerëz dalin e flasin në për studio,
Sali Berisha patriot, ajo patriote, Liri Berisha patriot. Po tash kemi se s'dumi përmend edhe emrat e asaj se s'është tema e bisedës. 2 dajat e saj, 2 vëllezërit e milicës kanë qenë oficerat lartë sigurimit kosit kontra Obavestshtajna Sluzhban Beograd burr. E kemi emër. E do të thotë, ky shkoi e martoi vajzën e milicës. Unë kam dyshimet e mia, mos ka qenë montuar. Si e montuar? Udba ka punu. Po sot ka shërbimi sekret serb? O detyre shërbime sekret? Jo, a ka, si ke informacione, themon? Po... Në Shqipëri ka intervenime, ka... Po dash me thonë ato fundin e fundit, unë kam dyshimet e mia, e dhe dikun dështë edhe në informacion, që protestat janë ndikume edhe për shërbimet serbe dhe kemi disa informacione që protestat që bohen sot në Shqipëri, kanë ndikime, së thomë që janë të organizume, se s'kam atë informacion, po kanë ndikim shërbimi sekret serb. Jo, ne dinim që me atë që ka thënë qeveria nga shërbimi sekret të Tiranit apo të tjera, po serbe... Po Tiranit është dalë publike, se përderisa dalin protestues. Serbe janë kanë ndikim? Po që bëjnë, si, që u duhet aty, për qëfar? Sa nuk ju duhet destabilizimi i Shqipërisë në kohën kur çështja e Kosovës tash në formimin e qeverisë duhet përfundon bisedimet me Serbi. Çdo herë kur Kosova ka qenë në risk, jo, disim kujton kjo, duke rrigu e ambasada 1990, po pse, e besojt e? Pse pikrisht, pse pikrisht, shpallet Republika e Kosovës në Kaçanik, ndodhin tërëzirat në Shqipëri. Tjetra, merret sulmi merret activation order nga Solana, për fillimin e sulmeve ndaj Thaqev serbe, me 24 mars, Roland kam qenë në Tiranë, me qatë ekipin Amerikan, Sali Berisha mante protesta në sheshin Skënderbej ke duam zgjedhjet parakoshme. Ku i konvenon të destabilizimi Shqipërisë, ku me qindra e mija të ardhën prej Kosovë kalonin kufinin me hien në Shqipëri mërburi dhe. Edhe sot i kësaj dite, ku çështja e Kosovë, pas formimit të qeverisë, e ka thonë edhe Bashkimi Evropian edhe Amerika, duhet përfundoj bisedimet me teknik me Serbinë, pse kërkohet destabilizimi i Shqipërisë mërburi dhe. Atër nuk kanë ndikim forcat serbe këtu? Astrid Tuskaj, falenderoj shumë, si për herë, kjo është intervista e tretë që realizojmë bashkë dhe gjithmonë të sjell gjëra të reja. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit për ftesën, për mikpritjen, edhe një herë urime medalioni i familjes Jashari. Falenderoj shumë ty posaçërisht dhe familjen Jashari për këtë dhuratë kaq të bukur, kaq të mirë dhe ma bën zemrën plot. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga Uro Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kustojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.